Ka mbetur vërtet në mes procesi i integrimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian apo jo, por jo vetëm zhvillimet në Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste. Me kënaqësi do t'i bashkëbisedoj me Lenada Koilën. Faleminderit që erdhe. Aulon Karam. Faleminderit që erdhe. Kënaqësi. Lenada, të edhe të pyesja për Ibar, i folur gjatë këtyre javëve nga opozita edhe nga majoranca. Në vetë parë zoti Berisha edhe kryeministri Rama, i cili para 2 ditësh në mos gaboj në mbledhjen e socialistëve tha nuk ka asgjë të vërtet. Shumë shpejt do të kemi lajme, nuk ka mbetur në mes, Ibar do të jetë pro Shqipërisë. Si qëndron, le themi e vërteta, nisur nga informacioni që disponon? Është fakt që do duhet të kishte kaluar në shkurt të këtij viti. Si rezultati gjithë asaj që ne kemi parë edhe në parlament, prej 2 muajsh tashmë Ibar nuk kalon. Megjithatë duhet të thënë që se duhet edhe shpjeguar se çfarë është Ibar. Ibar është, po themi, ajo që do të jetë nisja e mbylljes së kapitujve që do të na çonte te ky viti 2027 deri në 2029, që do të ishin reformat e përfunduara në mënyrë që ne të kemi bërë të gjitha punët gati dhe Bashkimi Evropian të kryejë atë testimin, po themi, përpara se të japi vlerësimin që ne do duaj apo jo të hymë në Bashkimin Evropian. Nuk e kemi bërë deri tani, në shkurt do duhet kalonte, gjithmonë është diskutuar deri në shkurt, pra nga nëntori në shkurt, një diskutim që Shqipëria ishte më përpara se Mali i Zi në këtë rrugtim. Në fakt, për disa muajsh kemi një stopim të gjithë punës të Shqipërisë rrugës drejt Bashkimit Evropian për shkak edhe këtyre reformave. Elementi ka qenë një dhe shumë kryesor, që është pikërisht lufta kundër korrupsionit dhe raporti me drejtësinë. Kapitulli i fundit që do të na mundsoj hyrjen në Bashkimin Evropian, kurdo që ajo të ndodhë, 2030 apo më vonë, do të jetë pikërisht, po themi, kapitulli i drejtësisë. Pa atë ne nuk futemi dot, edhe nëse i bëjmë të gjitha të gjërat mirë. Ne jemi në këtë kapitull që sot është diskutimi më i madh politik në fakt, duket sikur klasa politike është përballë drejtësisë në garën e tyre tashmë se kush do të drejtojë kë. Dhe kjo e ka ndikuar absolutisht në mënyrë të drejtë për drejtë rrugtimin në Bashkimin Evropian. Këtë e shohim edhe nga retorika e zotit Rama, i cili përpara 11 majit e diçka më vonë ishte i bindur që pjesa e punës, po themi, nga ana e Shqipërisë do të mbyllet 2027, do të kishte atë periudhën kohore deri 2029 që më pas vinte finalizimi. Tani edhe ai ka deklaruar që të paktën deri në 2030 është e pamundur, por do të shohim edhe më tutje, sepse nuk po bëhet pikërisht ajo që përkërkohet. Dosja Balluku ka qenë kryesore, por edhe në mënyrën se si ka patur këtë retorikën për ndryshimet ligjore sërish që lidhen me drejtësinë. Duhet të thënë që ka 2 momente të Ibari. Pjesa organizative, po themi, posteve në Bashkimin Evropian, që lidhen me Komisionin e Zgjerimit, të cilët kanë qenë pozitiv ndaj Shqipërisë në këto muaj, gjithsesi edhe me këtë ngërçen e kalimit ose mos votimit të imunitetit të zonës Balluku dhe vendet anëtare. Dhe këtu tek vendet anëtare është problematika sepse do të jenë ato që do të votojnë dhe do të pranojnë apo jo Shqipërinë dhe kandidatet e tjera. Gjermaninë e kemi parë të kundër, por ka absolutisht edhe vendet të tjera të cilët e kanë shumë të rëndësishme dhe nuk lidhet ndoshta me forcën politike apo me emrat përveçëm, por me raportin që Shqipëria duhet të ketë në raportin me institucionin e drejtësisë, me institucionet e drejtësisë, nëse duan që të hyjmë edhe të bëhemi pjesë. E kuptova. Pra Ibar po shqyrton, por ama nuk ka thënë jo. Ka mbetur, ka ngecur, do duhet kishte kaluar. Tani, a do të ketë një refuzim, do duhet presim edhe pak, por që ka 2 muaj që nuk është duke u kaluar dhe është në te kalim të afateve që ka patur në rendite, po kush Pra Shkosa nuk ka një verdikt, mund themi se po shqyrton, apo jo? Duhet parë. Nuk mund të them sepse vendet janë shprehur. Pra, Bashkimi Evropian ka ditë që po del dhe po thotë që Shqipëria mbeti në këtë testin e imunitetit. Dhe ka një gjë, ftesa për Bashkimin Evropian ka ardhur për Shqipërinë. E ne kemi parë në 11 maj edhe në muajt e përparme. Por nuk është një ftesë që qëndron në tavolinë për gjithmonë. Është një ftesë që nëse ne duhet nxitojmë. Por ndrysh, ajo ikën, siç ka ikur. Po, me të thënë drejtën, kjo duket që ka një ngecje, jo vetëm tek Ibari, te Ipardi, gjërat janë të lidhura me njëra tjetrën, edhe në raport me rrugtimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Me sa duket,
premtimi i zotit Rama për pasaportën europiane ka dështuar dhe sigurisht në Europën perëndimore, kur dështon një premtim që është boshti i fushatës elektorale, për çfarë merr mandat në 4 qeveria, këtë rast zoti Rama, duhet të jepte dërheqje. Por jetojmë në Shqipëri dhe natyrisht që ne nuk punojmë si orë zviceriane. Kjo është e qartë. Unë mendoj që ka një problem në të gjithë të histori. Domethënë, problemi është politik, nuk është thjesht teknik. Problemi politik ka një emër, ajo quhet Belinda Balluku, që i është servir ka 6 muaj shqiptarëve kjo temë, që për mendimin tim është hyrje shumë e madhe, që ne të merrem me një emër konkret, dhe nuk kemi marrë vetëm ne, fatkeqësisht. Është marrë dhe McAllister, një deputet shumë i rëndësishëm gjerman, i cili e njeh shumë mirë Shqipërinë dhe erdhi për të zgjidhur krizën e 2017-s kur Lulzim Basha ishte në çadër në atë kohë. Ndryshe nga herët e tjera, gjermanët kanë folur me emra. Ka folë me emër konkret si një gur themeli për luftën kundër korrupsionit, rasti i zonjës Belinda Balluku. Unë gjykoj që ne do ishim pozita krejt tjera në rast se Parlamenti i Shqipërisë, mazhoranca do të jepte dhe do të dorëzonte para drejtësisë zonjën Belinda Balluku, e cila nuk dihet a është e fajshme apo e pafajshme. Nuk duhet ta paragjykojmë, thjesht t'ia jepte drejtësisë dhe të vazhdonte procesi. Në rast se do ta bënte, sigurisht që rrugtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian do të kishte një trajektore tjetër. Ne tani këtë nuk e kemi dhe për këtë arsye gjykoj unë shtete si Gjermania, Hollanda, Suedia, Britania e Madhe dhe një sër shtetesh tjera, ndoshta edhe satelit të Gjermanisë, e cila ka qenë shteti më i fuqishëm në retorikën e saj në raport me korrupsionin dhe duket sikur ajo është garancia për spakun tani, sepse unë shikoj një tërheqje të amerikanëve për momentin, të cilët kanë dalë nga loja për shkak edhe të zhvillimeve gjeopolitike, se nuk e kanë pas mendjen këtu. Domethënë me atë që ka ndodhur në Iran. Kjo mjafton t'ju them vetëm një fakt, me datë 26 dhjetor, amerikanët dhanë një afat 90 ditor për Shqipërinë, përsa i përket parave të pista që ktheheshin në Kulla, Gradaçela, Tiranë etj. etj. Nuk u mor vesh asgjë për këtë histori. Dhe datë 1 prill ka mbaruar afati dhe ne sot nuk kemi një përgjigje zyrtare nga Departamenti Amerikan i Shtetit, nga Ambasada Amerikane, që është referuar 18 deklarata Shqipërisë si kartel droge, pra luftoni kartelin e drogës. Kështu që duke parë këtë tërheqje të amerikanëve, unë shikoj që rolin preliminar tani në raport me drejtësinë dhe me spagun e kanë pikërisht gjermanët. Tërhequr, si ta kuptojmë këtë? Për momentin ka bërë një hap mbrapa Amerika në raport me spagun, se s'kemi asnjë përfshirje të saj, paktën 3 muaj të fundit, ndoshta edhe 4 muaj, në raport me drejtësinë në Shqipëri, për çështje sensitive dhe kurciale. Deklarata e ke fjalën. Për deklarata, po edhe për prani, po thejmë në SPAK. Kanë ndryshuar linja atyre dhe kanë mbajtur linjën atyre, sa ata kanë qenë aty. Mos të harrojmë ditën e zgjedhjes apo vetëm pak ditë para se të zgjidhej zoti Bravo. Që nga një moment e kam fjalën e këtej. Edhe nuk ka patur zhvillime të tjera të cilat të jenë prezent. Zhvillimi është zonja Balluku dhe këta nuk kanë thënë asnjë fjalë për zonjën Balluku. Ky është avantazh për qeverinë Rama, për hir të vërtetës. Tu ka ndryshuar linja. Dhe ne e dim që pasardhjes zotit Trump në administratë nuk është një gjë e re. Ata tek pjesa e tyre që kanë vendosur të jenë absolutisht të zëshëm kanë qenë. Pjesa tjetër tashmë duhet ta pranojmë. Ka një linjë tjetër, ka një linjë tjetër. Jo që kur erdhi Trumpi, se Trumpi ka domethënë 16 muaj që është betuar. Po ka një linjë tjetër kur flas. Jo, pra ndryshoi, unë gjykoj që ka ndryshuar. Pra nuk futen më në çështjet e brendshme të shteteve. Jo, nuk e besoj këtë gjë sepse ata kur kanë interesa futen drejt për drejt, sidomos ky lloj presidenti që është domethënë një jashtë racës presidentëve normal që kemi parë, domethënë edhe nuk flet ndonjëherë me gjuhë diplomatike. Por unë gjykoj që politiku bokoj që nuk ka ndërhyrë, ka drejtë në atë. Më fal. Ty marr vetëm një shembull konkret. Që në momentin që u dharm pushimi sot me orën shqiptare, kemi deklaratë Ukrainës dhe të Rusisë që i thon presidentit Trump ktheje vëmendjen nga neve dhe hajde merru dhe negocioj që të bëjmë paqe. Aulon sa aty është marrëdhënie për të përfshirë vetë drejt për drejt Shtetet Bashkuara. Du t'jap diçka pra forcën e shembullit. Po flasim për linjat e brendshme të një shteti. Edhe herë. Pra, unë gjykoj që vëmendja amerikane tani është jashtë Shqipërisë në gjykimin tim dhe këtë rol e kanë marrë gjermanët. Pra, kanë 4 muaj që nga zgjedhja e kreu të ri të SPAK-ut, ata minimalisht do duhet bënin për mendimin tim një deklaratë në raport me zonjën Balluku, se kanë bërë gjithë ambasadat e tjera. Amerikanët nuk e kanë bërë. Ky është një plus për qeverinë Rama, për mendimin tim. Por, a do përfshihen ata dhe herë në Shqipëri? I qeverisë se deklaratët i bën dhe ambasadat e tjera është vullneti politik, përgjegjësia politike, morale, po të duash, nuk të detyron asnjë ambasadë të tërheqë. Po konstatoj. I patën kanë reaguar apo jo?
Amerikanët. Jo pra. Po pra, Po atëherë kam nuk drejtur. kanë reaguar dhe për gjërat e tjera. Është linja tyre që ata kanë zgjedhur të mos ndërhyjnë siç e kanë deklaruar me zotin Rubio, që nuk futen në politika të brendshme të shteteve. Në të gjitha ato që po përmend Auloni, janë raporte të drejtë për drejta të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe linjes së tyre të jashtme. Gjë që ne si jemi gjykmundi në këtë, prandaj nuk ka asnjë lloj reagimi dhe as nuk do të ketë. Doja që të flisnim gjithashtu